Sigurisht që po. E kisha dash me nis kretë këtë temë se paralajmërova me një prej periudhave më të rëndësishme të jetës së një foshnje, një fëmije, një të posalinduri, që nëse ato ditët e para trajtohet si duhet, edhe jeta e tij është më e menaxhueshme, qoftë nëse ka ndonjë anomali, problematika, apo nëse s'ka. Sa është periudha neonatale, doktorish? A është disa ditë, disa muaj? Jo, është me ditë. Me ditë. Do me thonë, periudha neonatale përfshin atë periudhë prej momentit të lindjes deri në 28 ditë. 28 ditë. Deri në 28 ditë. Pas 28 dite, do me thonë, pas një muje, ajo është foshnje, deri në moshën 2 vjeçare. Pastaj, pas moshës 2 vjeçare është fëmijë. Kjo periudha 28 ditëshe është periudha më e rëndësishme e jetës së një fëmiu. Do të thotë është e ardhmja e tij. Është krejt ajo periudhë kur menaxhohet mirë, është një jetë e tërë. Kopertina dhe këto dashta me përkufizu se nëse menaxhohet mirë, do me thonë prej momentit të lindjes e kalon këtë fazë mirë, nuk po thomë që s'ka me pas edhe probleme tjera, mirë po themelet, baza e një jete është kjo periudhë, prej momentit të lindjes deri në 28 ditët e para që quhet periudha neonatale. Në këtë periudhë është, do më thonë kjo periudhë karakterizohet me një tranzicion të madh të tash nuk po du me hi shumë detale kështu mjekësore, po një bebe ka qenë në mitrën e nanës, ka qenë e mbrojtun me atë langun amnional, ka qenë në qetësi dhe prej momentit që lind, ai ka me marë frym vetë. Do më thonë, pas lindjes fillon ajo rivendosja e frymarjes, ku do të merë frym vetë, mandej do të fillojnë tonet e zemrës të përshtaten ambientit, mandej temperatura, termoregulacioni, do të është një sfid e madhe prej barkut, prej ati vendi, do më thonë, të mirë dhe të butë të ti, kur del jashtë me gjithë këtë zhurmë, me gjithë këta stimuj. Që ajo periudhë e përshtatjes, do me thone adaptimit në jetë, janë disa minuta që janë shumë vendimtare. Për shembull, prej momentit të lindjes ne jemi aty pjesë e lindjes, ne marim pjesë në lindje, sepse nuk i dihet, mund të komplikohet edhe në fund, edhe pse gjithçka ka shku në rregull, por lindja mund të komplikohet dhe beba ka nevojë për një mbështetje tonë. Atëherë ne jemi gjithmonë prezent aty. Qoftë lindje normale, qoftë lindje me cezarian. Dhe detyra jonë është që në 10 sekondat e para pas lindjes ne ta vlerësojmë atë bebe se ka dohet, a do të me shku të ajo pjesa e reanimimit, apo do të mja dhonë nanës, do me thonë, mja qitë nanës në gjoks dhe që të bët aj kontakti lëkur me lëkur. Këto 10 sekonda, për këto 10 sekonda ne e vlerësojmë, janë 5 parametra. E vlerësojmë ngjyrën e lëkurës, ajo e tregon edhe oksigenimin, do me thonë, e vlerësojmë frymarrjen, i vlerësojmë tonet e zemrës, e vlerësojmë tonusin muskular dhe reflekset. Këto janë 5 parametra që secilla i ka nga 2 poena. Dhe kjo quhet krejt ky vlerësim Apgar score. Dhe sa më i lartë që të jetë Apgari, beba është, do më thonë, shumë është mirë dhe është e gatshme që të rri me njëherë me nanën dhe të vendoset në gjoks dhe për shkak të refleksit të ti, me njerë ta marrë dhe gjinin e nanës. Do më thonë që kjo është qaj vlerësimi na për 10 sekonda. Fatmirësisht, inshallah gjithmonë kanë me qenë mirë ato bebe, por ndonjëherë ka raste kur ne do të dhe t'i japim ndihmë, kur nuk bëhet frymarrja, nuk ka tone tjera, atëherë është pjesa tjetër e reanimimit kur ne e marrim me njëherë beben dhe aty janë 2 minuta. Do më thonë, mrena minutës parë, ne duhet t'ja vendosim ta intubojmë, ose ta ventilojmë, ose... Mirë po ne duhet, qëllimi është që të oksigenohen, sidomos truni, që mos të psoj, sepse një tru pa oksigen 2 minuta, atër sekvelat apo pasojat janë të mëdha.
Kështu që aty është bie bara jonë dhe përgjithësia jonë. Edhe aty duhet me qenë të përgatitur profesionalisht, fal profesionalizmit, fal përgjithësisë, fal këtyre protokolleve të standardizuara tash që përdoren në gjithë botën, edhe te ne neonatologjia ka përmirësime të dukshme, natyrisht që ka vend gjithmonë për ma mirë, mirë po edhe me statistika, numri i vdekshmërive është shumë më i vogël se sa viteve të mëhershme.